me rastën e ceremonisë martore të kreut të Kishës Katolike, i cili ka përfaqësuar deri të hënën e 21 prillit mbi 1 miliard katolik në mbar planetin Tokë. Dhe përveç kësaj, sikurse kanë bërë me dije shumë media të huaja, snajperistët më elitar nga shumë vende të Bashkimit Evropian, duke qenë se shumë lider të BE-s kanë marrë pjesë në këtë ceremoni martore, kanë zbarkuar prej ditësh në Rom dhe kanë kontrolluar po ashtu të gjitha rrugët, meqense eskortat kanë parakaluar në rrugët e Vatikanit nga Roma qysh në orët e para të mëngjesit, duke qenë se sikur se tregoi besniku ka pasur një numër shumë të madh të njerëzve të cilët qysh në orët e para të mëngjesit kanë zënë vendin e tyre për ta ndjekur nga afër ceremoninë martore dhe daljen e trupit të Papa Franceskut nga Bazilika e Shën Pjetrit, ndërkaq që gjitha këto zhvillime natyrisht se do t'i komentojmë së bashku edhe me mysafirin tonë të radhës. Po, është Albert Prenkaj, ish ambasador i Republikës së Kosovës në Itali pikërisht, dhe po ashtu është diplomat i karrierës. Zotri Prenkaj, mirë se vjen në Infomagazin. Përshëndetje. Atër pyetja parë është me patjetër, çka do të thotë një ditë si që quajtë e paqes botërore sot në Vatikan, kur liderët e gjithë botës, përjashtuar Rusin, pra Vladimir Putinin, morën pjesë në ceremoninë lamtumirëse për Papa Franceskun. Sidomos njerëzit që kanë studiuar karrierën e tij, i cili ishte zgjedhur pap, do thotë pontif në vitin 2013, kanë thënë se ai gjithmonë ka qenë besnik i shteteve të vogla, i vendeve të vogla, siç është Kosova, siç është Shqipëria, të cilat në historinë e tyre kanë vuajtur shumë prej sistemeve të ndryshme komuniste e kështu me radhë. Është një fjalë latine e cila thotë të gjitha rrugët çojnë në Rom. Sot Roma ishte kryeqyteti i botës, ku kanë qenë prezent udhëheqësit kryesor apo udhëheqësit pothuajse të gjithë të shteteve botërore, siç përmendët edhe ju, ishte edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Trump, kryetari i Francës, Macron, Princi William si përfaqësues i mbretit Charlesit të tretë e tjerë. Sot Roma ka qenë një vend shtektim për të përshëndetur papën e shpresës, kështu quhej Papa Bergoglio, gjithsesi Papa Francesku, ishte pap i masave të gjëra, nuk ishte pap klasik. Është një reformator në vazhdin e reformave të cilat i ka bërë Vatikani gjithsesi Selia Shajt, duke filluar nga Koncili i dytë i Vatikanit në vitet e 60-ta, të cilën koncil apo reformë e ka udhëhequr Papa Gjoni i 23, pastaj kjo reformë ka vazhduar me Papa Gjon Paulin e dytë, i cili ishte pap i publikut, pap i cili së bashku me presidentin Reagan e ka ndërnuar murin e hekurt, me stras edhe bje sistemi komunist, prevalon sistemi liberal, dhe në këtë vazhdim dhe Papa Franceskun, i cili filloi me reformat e tij brendshme të Vatikanit, pra si në aspektin financiar, por në aspektin administrativ, duke vazhduar edhe me disa reforma, një prej të cilave quhet edhe Amoris Laetitia apo dashuria në familje. Po, Presidentja Osmani, si përfaqësues e Republikës së Kosovës në këtë ceremoni, qysh mbrëm ka bërë, do të thotë, homazh bashkë me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj, presidentin Begaj, dhe po ashtu me vete kishin edhe përfaqësuesit e klerit fetar, siç janë katolikët dhe muslimanët, dhe ishin bashkë me kardinalin e vetëm shqiptar, Ernest Simonin. Sa do me thënë se ishte kjo si porosi për botën për shqiptarët të cilët njihen botërisht për një harmoni fetare? Po, ky kompozicion i përfaqësisë shqiptare, pra të korpusit politik dhe shpirtëror të shqiptarëve, është një dëshmi, është një tregim historik i një rrugtimi të përbashkët historik të një tolerance ndërfetare të cilën e
kultivojnë shqiptarët si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. E kemi pra në atë grupë, pra përfaqësi, kemi edhe kardinalin Koliqi, i cili në moshë të shtyer, pra është i emëruar si kardinal nga Papa Francesku, dhe unë mendoj se duhet të kemi shpresë të punohet në drejtim që pas kardinalit Koliqi që Kosova dhe Shqipëria të kenë edhe një kardinal, pse jo dhe dy, sepse zëri i shqiptarëve si në Kosovë dhe Shqipëri duhet të ndëgjohet edhe në sinodin e kardinalëve, pra aty ku flitet për nivel të lartë edhe të politikave qoftë edhe sekulare. Pra një kardinal apo dy shqiptar nga Kosova dhe Shqipëria është nevoja apo imperativ i momentit geopolitik i cili po ndryshan dita ditës dhe jemi duke ballafaquar dhe kemi hyrë tashmë në një rend të ri botror, ta quajmë kësaj. Ambasador, presidentja kur mori lajmin, do të thotë dhe kur shpreh ngushëllimet e para për vdekjen e Papa Francesku qysh të hënën e 21 prillit, bëri me dije se gjatë takimit apo audiencës që kishte pasur me të në Romë para disa viteve, Papa Francesku kishte premtuar se ai do të vinte në Kosovë. Kjo nuk ndodhi, mirë po gjatë kësaj kohe Republika e Kosovës u bë me mision të posaçëm në Vatikan. Dua ta ndërlidh pak këtë, meqense përmendet këtu me një herë edhe gjeopolitikën, nëse jo gjatë këtij papati, pra gjatë këtyre viteve sa ka qenë në krye të Kishës Katolike Papa Francesku, sa duhet i ruajmë raportet që i kemi, çfarë duhet të bëjmë tutje në mënyrë që ta sigurojmë edhe njohjen nga Vatikani karshi shtetësisë pra Republikës Kosovës. Kontakti i Kosovës me Selinë e Shenjtë apo me Vatikanin ka filluar që herët, pra që nga periudha kur presidenti Rugova ka vizituar 2 herë Selinë e Shenjtë në kohën e Papa Gjon Paulit II dhe ka vazhduar pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, pra janë relacione siç e quajnë diplomatët e Vatikanit, relacione paradiplomatike. Për publikun në gjerëm duhet të theksoj këtu se me 17 shkurt të vitit 2008, në ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, përfaqësuesi i Papës apo zëdhënësi i Papës Ati Lombardi del me një qendrim i cili thotë se Kosova është një realitet i ri, i cili duhet të kultivohet dhe pret një dialog të vazhdueshëm mes Kosovës dhe Serbisë dhe në pajtim të përhershëm. Pra, kjo është njohje implicite nga ana e Vatikanit e pavarësisë së Kosovës, nuk ka vendosje të marrëdhënieve diplomatike apo nuk ka ende komunikim protokolar, por janë komunikime paradiplomatike. Vatikani ka emëruar në vitin 2011 nuncin apostolik, gjithsesi delegatin apostolik për Kosovën, i cili mbulon në aspektin diplomatik dhe kishtar Kosovën, kurse Kosova ka emëruar në të gjitha qeveritë përfshirë dhe në këtë periudhën e kësaj qeverisje kontakt persona të cilët kanë komunikuar me nuncin apostolik apo me delegatin apostolik për Kosovën që është në Ljubljana. Në lidhje me njohjen, duhet t'ju them se që në fillim pra të shtetësisë së Kosovës, kur Kosova ka bërë komunikimet e para jo zyrtare, jo protokolare me sekretarin e shtetit, gjithsesi me sot sekretarin e shtetit kardinalin Parolin, që atëherë ishte sekretar për marrëdhënie me shtetet apo ministri i jashtëm, i cili në atë kohë i thot Kosovës se Vatikani njeh vetëm vendet që janë anëtarë të OKB-s dhe njohja e Kosovës nga ana e Vatikanit mund të shkaktojë qarje në mes Selisë së Shenjtë dhe Patrikanës në Moskë, që si është Patrikanës në Beograd. Me ardhen e Papës Francesku, ky qëndrim ka ndryshuar. Papa Francesku vetë para mediave ka shpallur se do ta vizitoj vendet e vogla dhe e përmend edhe Kosovën. Në komentarët e tij ka ndodhur për shkaqe edhe shëndetësore, por edhe për shkaqe të tjera, sepse për ardhjen e një pontifiku apo një pape në një shtet duhet të kenë 3 miratime. Miratimi i parë është miratimi i shtetit, që
këtu pa dyshime kemi ftesën nga kreu më i lartë i shtetit, nga presidentja e Kosovës, do të jetë miratimi i religionit, përfaqësuesve të religionit kryesor më të madh, që edhe në këtë rast religioni kryesor, pra Bashkia Islame, nuk ka pasur asnjë problem për ardhjen apo vizitën e papës, por në rastin e kishës ortodokse serbe, këtu ne e dim qëndrimin e kishës ortodokse serbe Kashi Kosovës, e dim që ata kanë pretendime krejt tjera, por jo vetëm sa i përket Kosovës si që quajnë ata djep i serbizmit, por edhe ka shi disa problemeve të cilat Kisha Katolike. Po thoni se duhet jetë vendim unanim, pra që me patjetër të pranoj edhe Kisha Ortodokse Serbe që të vije përfaqësuesi i Kishës Katolike në Romë për vizitë në Kosovë. Po ashtu si që tash edhe në fillim, pra duhet të jenë miratimi të gjitha këtyre, por edhe si që tash se në flas për vitin 2009, atëherë sekretari i shtetit Parolin thekson se Kisha, pra Vatikani, nuk dëshiron që të ketë qarje me Patrikanin e Beograd. Me qenë se përmendet Pietro Parolin, është njëri prej emrave që po përflitet se do t'jetë pasuesi i Papa Franceskut. Mendoni se do t'a ketë qasjen e njëjtë, pra ndryshe nga çfarë ka pasur Papa Francesku deri tash dhe do t'i kthejë qasjes që ka pasur, sikurse po thoni ju, para më shumë se një dekade? Vatikani është një institucion shumë i vjetër, i cili ka mbamendje historike, pra është një software i cili regjistron pra të gjitha ngjarjet historike dhe ka vazhdimsi. Gjatë periudhës ka pasur papë reformatori, përmenda disa, dhe papë të cilët kanë qenë konservatorë, siç ka qenë për shembull Papa Benedikti i 16 apo Papa Ratzingeri, të cilët janë më tepër doktrinar, më tepër i qëndrojnë doktrinës kishtare, nuk preferojnë reforma, siç ka bërë për shembull Papa Francesku apo Papa Gjon Pali II. Pietro Parolin, kardinali Pietro Parolin është një diplomat i rryer i Vatikanit, jeta e tij pastorale nuk ka qenë shumë e pasur, pra nuk ka shërbyer shumë në kisha të ndryshme, por ka qenë më tepër i dedikuar diplomacisë. Si i tillë, me këtë përvojë, në këtë konstelacion dhe ndryshimet paradigmave që po ndodhin në botë, mund të jetë një pap i përshtatshëm, i cili mund të veprojnë mes asaj që mund të quhet konservative, pra ruajtjes së shtyllës kishtare të Vatikanit, por edhe reformizmit i cili është i nevojshëm. Më duhet të theksoj se mbi 80 papë të cilët marrin pjesë në konklav pas datës 5 maj janë mbi 80, më falni, kardinal janë të zgjedhur nga Papa Francesku dhe kjo mund të ndikoj që të zgjidhet një papë reformator. Dhe kardinali Parolin mund të jetë një balans i mirë mes reformatorëve, të cilët më tepër përfaqësojnë kontinentin e ri, pra Afrikën dhe Azinë, sesa kardinalit të cilët vinë nga kontinenti i vjetër i Evropës, nga Evropa, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit shumë, zotrin Prenkaj, që ishit pjesë e këtij emisioni. Shumë faleminderit edhe për ekspertizën tuaj. Shihemi sërish, besoj, për këtë temë dhe për tema tjera. Ju faleminderit. Shëndet. Përkaq në vazhdim, neve do të ndjekim edhe një kronik tjetër për ta përmbyllur këtë temë, cila e ka karakterizuar politikën, ngjarjet kryesore jo vetëm në Evropë, por në mbar botën, sikurse e shpjegoi edhe ambasadori Prenkaj, dhe që flet dhe tregon se si Papa